ditë. Cila është puna e një ministrit faton të kjo punë, të kontrata. Nuk e kom ditë që është maru kompania 5 ditë masi është hap të nderi. Nuk e kom ditë kjo. Na dulë që kontratën e ka fitu italiani, e na dulë që është një shqiptare. Mas të shqiptarit, du mi parazhikun, kërkon kom si na dulë një tjetër, më thetë thashën e për venet të tjera. Faton, ta shtrojt pyetja nëse ti nuk i ke ditë për to. Bili të leot njëma që nuk pedin as për shëlltare që t'ka apliku për shërbis civil. Jo tash e di. Tash tash në po thom. Të leot në atë të nkonë më nuk e di. Shtrojt pyetja logike. Ato për shka është ministri aty, nuk e di për të nderin, nuk e di për to, nuk e di për regulore, nuk e di për këto benefitit që ka fitua i zotnia, nuk e di për formen e që është marrë të nderi. Çka din ministri, fatan? S'pa akuzoj, shumë pyetje logjike. As po bona pole, as me juve, as me kolegët që i kanë zbalë. Po me ditë ministri që to çka ju po thoni që duhet me ditë, ministri bën vepër penale, shkelje ligjore edhe instalon frym totalitare në një shtet demokratik sikur sa është Kosova. Që një kanë një petëm. E para, ministri nuk i ka hartu asnjënin prej kritereve të shpallës publike. Edhe madje, masi është problematizu, ta zom unë e kam thirë kryeshefin e agjensisë dhe i kam thonë, a ka mundësi me hanë zyre, me më njoftu me ketë aktert kyç që kanë qenë të involvum. Ka një zoj që më ka thonë jemi angazhume prej vitit 2009, ma ka spjegu procesin dhe në 2024. Shumica dërmuse e kritereve, që ata i kanë vendos janë pjesa e vlerësimeve preliminare edhe ekspertizës e ekspertëve të Komisionit Evropian. Do thotë, për secilin proces ka grup punus, edhe baza ligjore, edhe çështja e çmimit, edhe pikat kontraktuale nuk i përcakton ministri. Ministri thotë, duhet me i dhënë drejtim fabrikës për trajtimin e mbetjes, për shkak se zavendës kryeministri për procesin e integrimeve evropiane na ka fthu 2 herë bashkë me stafin, edhe kanë thonë është bë mjaft. Është bom mjaft, ka frustrim në mekanizmat Evropian, Komisionin Evropian, janë bashkëfinancues edhe duhet me dhënë drejtim. 2 opsione kanë qenë, opsioni me funksionalizu, opsioni me shkatru. Opsioni me shkatru ka nënkuptu që plus 4 milion euro kosto bugjetore, edhe prap Kosova, kur të shkon në procese integruse në antarësim Bashkimin Evropian, duhet mi kriju një 3 prej fillimi. Me i hu 15 milion euro me gjuhë. Për qytetarin është e rëndësishme edhe që këtë temë kryesore. Kostoja, për 7 vite që nuk është funksionalizu fabrika, do thot ka varju dikon prej 400 dhe 450 euro kostoja vjetore. Me funksionalizim të fabrikës, duke i trajtu mbetjet sipas standardit të Bashkimit Evropian, bugjetit Kosovës i kushton prej 400.000 në 600.000. Faton. Do thot, diferenca është 150 deri në 200.000 euro në vit. E the që me ditë ministri një zatë e tillë është ndërhyrje, shkelje, funksionim totalitar, tash ministri pedim. Këtë formen, dulën, i dëshmun. Ju thatë që nuk e këmë ditë. Dëshmu, ata kanë falsifiku, ata kanë shpif. Kretë ato që kanë deklaru, unë jam duke, me avokat, jam duke i bo pa di për shpifje. Nuk du me folë për kolegë se bolë kemi qenë të... Jo, po s'po du me folë asone për kërkon. Kretë janë një ka një duke u shkpur edhe duke u deponu në gjykata dhe në prokurori për pa di për shpifje. Po kanë thonë të pavërteta, e kanë ledzu një ligj deri te pika 1, nuk e kanë ledzu pikën 2 dhe pikën 3. E ka ledzu pikën 1, thot deri dhënia në shfrytëzim deri në 10 vite, pika 2 ka qenë deri në 20 vite, pika 3 ka qenë deri në 30 vite, kur ka shku deri te pika 10, ka unë qërët 10 vjet, apshe që nuk bën. Tjetra, bazën ligjore, e kam përgatit ekspert ligjor, e kanë konsultu zyra ligjore e Agjensisë Ushqimit Veterinës, Ministria Drejtësisë, zyra ligjore, zyra e kryeministit, zyra ligjore ka procedu për qeveri, nuk mund mu procedu për një pikë rani ditës të kundërliqme. Ju picuni kam bo falsifikime. Si minister, a e keftu dikon për falsifikim të opinionit. Të opinionit. A e keftu dikon prej drejtësisë me shirtu dhe njerëzit kontrol? Se u problematizu akter që kanë qenë të involvum, që kanë qenë komisione vlerësuse, që i kanë bo krejt ato, ju këmë thonë qëre, herën e parë ju këmë pyt, a është gjithçka në aspektin legal edhe në aspektin interesi publik, se shumë është rëndësishëm. Vendimi qeverisë thot, nuk thot që ne po bojmë afarizëm, po thot për interes publik, po jepet shfrytëzim. Në rregull, unë po thon. Etash, do thot, unë ju para lidhim, ose tërlodh kjo temë, përsa dala shkretën në fund atë. Është hera fundit që flas për shkak se ata që kanë me thon fjalën e tyre e kanë dorë. Dorë. Unë i kom ftu zyrtarët, i kom thonë, krejt dosjen, krejt vimësin, prej, do thot, njësis kërkuse, që ka kërku me bo, proceduralisht edhe administrativisht. Deri te krejt komisionet që i kanë bo pjesën e shpallës publike, kritereve, vlerësimeve, prej as deri në zhë, ja ofroni prokurorisë. Edhe mrana ditës ja kemi ofru prokurorisë. Ja kemi ofru prokurorisë. Po, pe as deri në zhë, ata i kanë krejt, çdo dokumentacion, gjithë,
Fidan. Çka nëse vërtetohet tek nota që ka pas shkelin kontratë, s'po thon për juve. Shkelja e kontratës, po shkelja e kontratës do të thotë e kontrata unë shkruaj tash që mund të pas shkelje të kontratës. Ka shkelje me standardet, me ligjet, me ato me cilat. Dëgjoj, shkeljet e kontratave është kur shkon një interval kohor dhe nuk respektohet një raport. Nëse Prokuroria organet të drejtësisë konstatojnë se ka pas ndërhyrje, pse jo edhe kjo? Kush janë ata që janë të kuptimin që e kanë pjesën e përgjësisë? Unë e kam përgjësinë tem. Përgjësia jem është me i pyet, me thonë, i keni bo që të shpallje, i keni bo që të kritere, a janë këtë në përputhje me ligjin? Po, minister. Procedone për qeveri. Në qeveri e kam procedu, duke konsultu Ministrinë e Drejtësisë, zyrën e Kryeministrit. A ke lyp sarimet që është me fitu të ndjerë një kompanijës që është themelu 5 ditë mas që është hapë? Jo, Fidan, se nuk i takon ministrit aja. Unë, a di që kom pyet? Kom thonë, kush është kompania, për shkak se unë e kom di që një kompani vendore, shqiptare, kosovare, ose të nëjë etnije tjetër në Kosovë. Në rast se kuptimin atje njona prej kritereve ka qenë 10, 12 ose 15 vite, do thot përvoj në menaxhim, bas edhe me disa kritere atje se sa do të me pas mrena vitit, do thot trajtimin e mbetjeve, ajo është ditë që ajo veprimtari nuk është ushtruar asnjëherë në Kosovë. Do thot më kanë thonë që është një kompani italiane serioze që i ka 30 vite përvoj, duke pas edhe përfaqësi edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, madje edhe në Izrael. Edhe që i plotson këtë kriteret, e kanë gjetë një individ ose biznes ose disa të tjerë në nivel rajonal, ma nej doli që do thot Peci jep një Sërbi një tender, Peci s'ja ka thonë tenderin Sërbit, do thot ata janë SHPK, do thot shoqëri me, do thot... A janë të marrë organet të drejtësisë, do marrë javë këtë dërgu ministrit krejt organet të drejtësisë. In advance, krejt O derin Zhë. Për shkak se për me mujtë me inalë që tu për fullet edhe spekulimet, do thot ata O deri në Zhë e kanë krejt procesin do. Edhe 3 minuta, përmenën 2 kompanit që kanë shtip me mish peshk me kryma. Po. Përmes sa spedis që ashtë punan, s'mina për të nërshim, fukara, babik, jemi intolerant. Shumë interesant kuptimin se ka një, do thot, një gadishmëri për pa pom. Jo, veç edhe një diçka tjetër. Veç imagjino, tash ti je diçka të punu, edhe veç për një moment stafit i dërgojnë, thot, shkrimet, edhe në një moment atje e shë vetën, se nuk du me paragjiku, se nuk e di kush është as biznesi, as kush është a individi, po 21 atje me dur të lidhura në gjykat, edhe ato thot që Ministri Peci ja fshehu, do thot, produktin ose diçka të soj natyre, e ftyra jeme është ekspostume taj procesi gjyqësor në gjykat. Qa ka ndonë me kitë peshk, minister? A ke vetë për javë këtë? Po, manipulim i pastër. S'ka peshk me krym? Nuk ka, krejtë është mrena standarteve, mrena regulorëve të Bashkimit Evropian, unë nuk jam profesionist. Unë në rastet e tilla, dëgjo, unë ju besoj letra dhe komunikime dhe zyrtare që ata i dërgojnë. Unë për çdo çështje. Faton, edhe 2 minuta e kom edhe një pyetje shumë e rëndësishme për veç një moment. Na janë një numër i madh të zyrtarëve që janë prej vitit 2001 kënej. Minister. Asnjë individualisht, asnjë individualisht, asnjë inspektor, as veterinar, as sanitar, as kur se kum taku në njënin për tyne, as kur nuk e kum pi një kafe, edhe nuk e një asnjë. Do thot tash ti më thua, a jep përgjësi? Unë e jap përgjësi për atë sa më takon mu. Do thot, unë jap përgjësi që për asnjë proces, jo për këtë proces. A jep përgjësi edhe i pas sa takon ty, a i gacë me bashkëpunu me organet të drejtësisë? Presi kam linë, deri sot jemi pastor si luti për gjitha proces. Jo vetëm presja minister. Për shkak se presja minister së jam i vetëdijshëm edhe i ndërgjetshëm për punën edhe funksionin që e bëj. Nuk ka shans me ndërhyjune. Se ndëgjo, a diçka mundet me vendos nesër një ministër para përgjithësisë. Një ministër nesër mundet me vend para përgjithësisë në rast se zyrtari thot, po e kam fut çit kriter për shkak se më ka bë